Tash do të pyesim çka i çmendur është Marini. Marin ti je vetëm 23 vjeç, se po flisnim pak më parë. E doni me raport? Duhet ta vërtetosh. Si quhet ajo epikriz. Dhe me merit je kaq i suksesshëm sa je. Nuk e di shumë apo pak, por me merit. Atë ka dehur suksesi ty dhe fama. A më ka dehur apo më ka vdekur, se nuk e dëgjoj. Ka dehur. A më ka dehur. Larg qoftë çatu amor Marin. Më fal se lost in translation. Jo, nuk më de suksesi. Alkooli mund të ndej, po suksesi jo. Keni abuzuar ndo pak gjatë me suksesin? Jo, me alkoolin gjatë ditëve të xhirimit. Jo, nuk lejohet. Shiko, atëherë kalojmë në një policy. Pasi të regjisorit nuk ka alkool nëse xhirimi në punë nuk ka as alkool as substanca të tjera që mund të ndikojnë. Do një gjë tjetër s'ka? Zero. Atë tash. Po jo, ti llogaritet, punojnë të gjithë 12 orë, punë 12. Ku kam fuqi o burrë? Me 100 km/h, po çfarë thonë edhe asin të gjumë për shkallën. Po, vërtet. Jo, tani neve kishim kushtet tona dhe mendoj se janë respektuar nga të gjithë. Me sa kam vënë re. Dhe nuk kemi dehur as nga alkooli as nga suksesi. Shpresoj të kemi një dehje në vazhdim. Do një produksion tjetër për cilin po punon tani sa afërmi ose në plan? Po. Unë në plan ka produksione, por për momentin nuk po punoj sepse kemi fëmijën tonë që po e mbajnë duar tani që po kujdesin. Patjetër pas një pune të gjatë edhe të lodhshme, po shumë produktive, duhet ta shijon. Roli yt në fakt më duk një diversion i këndshëm, po them, nga pjesa kryesore e skenarit. Është një linjë paralele goxha e këndshme, është një linjë paralele, është një histori Macja me Miun që mendoj se është një linjë paralele që i shkon për shtat edhe linjës kryesore. Domethënë ka për herë një ndjekje, që siç personazhi Gjeni Famës e bën ndaj personazhit Gjergjit, Pelusha ndaj Drejnit. Kemi një ndjekje tjetër. Kështu që është një ndjekje tjetër që zbulohet në fund. Edhe duket sikur nuk i përket historisë derisa kuptojmë që ka ndikim tek historia, por ne nuk po e zbulojmë detajet. Po, ajo çfarë mund të themi është për shembull një çfarë i bashkon të gjitha personazhet është që të gjithë këto njerëz ikin në një vend që thot ai Dreni, po vetëm ke thënë pra tha që ky është vendi më i sigurt në botë, më i sigurt në botë, po. So të gjithë shkojnë në Dhërmi sepse është vendi më i sigurt në botë. Dhe kur të gjithë këta të pasigurtët shkojnë te vendi më i sigurt në botë, bëhet më i pasigurt. Jo se magjia është aty. Ai tet në një vend realisht shumë argëtues. Edhe fundi i këtyre, domethënë, e kupton? Ky e bindi edhe atë që kishte ardhur për të ekzekutuar, edhe ai tha të kalosh, ti po më ofron tha që të kaloj jetën time këtu si në parajs, Një pyetje, edhe pse kulturë shqiptare. Zbuloj një detaj nga filmi, po realisht më ka kuriozuar edhe më ka trembur gjatë momentit kur po shihja filmin. Është ajo pjesa kur Gjergji rrëshket nga ai shkëmbi. Sa mirë që e thua. Shiko, Gjergji, përveç se është siç e pat vet, një aktor i papar. Gjergji ka studiuar në Francë edhe për stunt. Si i themi në dublant, stand-up, po. Edhe ai për shembull, ajo shtëpia në fillim që hidhet, aty në film duket sikur është e ulur. Po them është mbi 4 metra, ajo shumë e lartë. S'kena hapse që rrëshket tek kolona. Aty ku kemi filmuar, unë minimumi mund të them që është 30 metra poshtë. Shkëmbi. Po, ai e ka dhënë me consent, unë e kam thënë re poshtë. Po ta lëm për në fund që ti s'kena filmin, do të mlesh filmin pa parë. Last take. Jo po të lidhemi me litare me kështu, jo re fare, tha, po rash për dashurinë për artin le të bie tha s'ka gjë. Sa bukur. E lam në një nga ato çuna ta priste poshtë, kështu sa për siguri. Me i hapte duart. Jo, është e frikshme. Ishte realisht shumë. Duken disa plane, duket shumë mirë aty, duket rruga aty poshtë, 20-30 metra, që më shumë fare.